shumë familjet e na. Ka qenë, sidomos për mu ka qenë udhë refys. Adin se, si të thëmë, tash unë jam motra me e vogla, e në atë voglat jena pak ma të përgdhelune, e masanin, ndashta, adin, unë e një vetën që kom qenë pak ma e përgdhelune prej tina, adin, edhe gjithë e kom pas afer për çdo rast, për çdo problem tjetës, për çdo bised, pa marrë parasysh, a ka qenë pozitive, a negative, unë e kom pas ato për kraj. Dhe kur kthehemi në prill të vitit 1999 zonja Ademi, si e kujtoni atë periudhë, cilat kanë qenë fjalitë e fundit, si u ndat, si u bë që ky grup të organizohej e të paktën të përpiqeshin të iknin? Vllau ka shërby në Shalë Bajgorës, ka shëru ushtarët e UÇK-s. Edhe kuptohet edhe knina në për Mitrovice, rrethinat Mitrovicës, ku ka pas nevoj, kur atëherë nuk ka qenë prezent Shalë Bajgorës, në Shalë Bajgorës e kam pas me orar. Mirë po, kur filloj bombardimi i NATO-s, për me shku në Shalë Bajgorës ish e pa mundën. Nuk ish mo ka rruga se ju deshke prej Mitrovicës me ardhë fshatin Sprkonis, nuk e dini ku është burgu aty, dire atje ka ardhë gjithë me kërët vetin, aty e kalon dikon Kerrin edhe jo në ardhë ushtarët e Kalmare, kanë qua atje nalë. Mirë po, ato ditë ka qenë e pa mundshme me qenë në tonë, edhe atëre kjo ka fillu, ka vepru knena, ka Mitrovica, ka Zhabari, ka Drenica, ku ka pas nevoj, ku ka pas një ushtar që ka qenë i plagoson, kjo ka qenë prezent edhe i ka shëru. Dhe tash ju e dini që kur Sërbët e kanë marrë një pjesë për para, atëherë u duft njerëz mu largu prej aty, edhe jonë shku prej një vend të umbledh. Edhe u bo një grup, hajde po shkojmë, hajde po dalim, që thojnë me shpëtu shpirtin, se aj kurs e ka pas